Në shikus do të kenë mundësin të shohin disa prej video të cilat ti keni plasur, sidomos në kampanjën Merë Frym. Në ndërkohë, i ftoj të gjithë që të vinë tek faqja e Instituti Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale, në Facebook, në Instagram, edhe më duket edhe në TikTok, edhe unë se fundmi jam kysh në TikTok, në të gjitha këto rrjete mund të gjeni këto video, të cilat ju rekomandoj të shpërndani, sepse duke shpërndar një video të tillë, ju mund të ndihmoni dikë në atërsirën e vetë të pikpyetjeve që ta marrin një përgjigje. Në këtë rast, po e potencoj si më të rëndësishëm për këtë kauzave vaksinimin e fëmijëve. Na jemi shumë të lumtur që jemi baba prindër, por duhet jemi edhe të përgjegjshëm për rolin që kemi. Në këtë rast të informohemi sakt para se të vendosim të mos i vaksinojmë fëmijëve e të bëjmë gabimin më të madh që përveç që japim përgjegjësi shëndetësore, japim edhe përgjegjësi morale kur ai të rritet. Pajtohesh, besoj. Doktor Agran, faleminderit shumë që ishte sot me mua. Është shumë kënaqësi me të pas edhe shpresoj që do të bashkëpunojmë shumë bashkë në kauza të ndryshme me që kemi një target grup të përbashkët. Faleminderit shumë.